O gjo, qëka të shtirim me shkun ka të? Më po imam në atë katunin e. Që shumica në gërë për shumë, shkup, lipin ka pikatunë, vinë zonë e gjamina për shkup, që shkup janë shveni masi, për shumë, ju shkut në katun. Po, shkum në katun, për shkak duke u nis nga hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri që ka bëhet sebeb për ndikan që më nis më fal, është më mirë sa me adhon një lugin me deve të kuqe. Nëse dikush bëhet sebeb për ndikan që është shembulltyr, që dikush ja nis fejes me ju kthi islamit, me ju kthi namazit, me ju kthi punë të hajrëve, me i lëm punë të këqijave, e është të pejgamberi sa më mirë që kjo punë, ti që ka e banë se sa me të adhon ti një lugin me deve të kuqe. Apo sot një salon me Mercedesa e klas apo se klas, që ka e në ato dhe më thonë ta që ka pojnë zere. A ka që dikush me pas Mercedes e klas, pa më ndo për shdo dit ti me ndru boja të kerave, Mercedeset. Pa të shumë se të ne thëjmë boss, ti patron apo pasonik. Ama ti me konë sebeb që dikush me anis me falë namaz, ta Allahu Gjellëshanu ki se vab, vetëm Allah e din se sa se vab ka njëri i cili dhe më thonë është sebeb për dikant që një anis më falë. Çdo lutje, çdo namaz, çdo punë, ai çka e ban njeriu, atina sebepit që ja kon sebep i shkruan domethënë punë të mira. Po edhe në udhubila, edhe nëse ti e një prej sebepeve që i bën gjunahe, edhe shoku jot merr shembull për te, këtë gjunahe që ka i bën shoku jot edhe ti shkon gjunahet e ti. Kjo është ligji i Allahut xhaleshano. Nëse ti je sebep për punë të mira, çdo punë që ka e bën filoni, aloni, djali vet, këtë shkon te ti. Edhe duke kon varr, edhe nëse Allahu ta ka marrë shpirtin, ti duke u bo sual, kur ta shofsh në ditë për ditëve vinë se vapët. Pikabe, po filoni bë është e bo namaz, të ti vinë se vapët. Filoni është e dhonë zëqat, të ti vinë se vapët. Ama ti e kon sebeb. Edhe për punë të këshia për qatë, një prej sebepeve, prej pikave, qka ti, kur të bësh në një gjuna, në një mëkat, mos e ban para kritve. Kjo është nasjat. Mos e ban me të pa shoku jot, se nëse lakmohet shoku jot në atë gjunajnë tonë, ta di se çdo sa herë që e bën ai shoku jot atë gjuna, ta di se shkruhet edhe ti gjuna. Shkruhet edhe ti mëkat. Po ku ta bëj gjunajnë bane në veti që mos me të pa kërkush. Edhe kur të bëjsh, nëse ti ban se vap, kret nxënësat e tu, çka ti e kon sebeb që ata ja kanë nisë me mësue e lifin Kur'anin, shkojnë te ti. Andaj kishte hadithi që muas, në thonë, fillimisht ishte sebeb që me shku në atë katon, me thonë që mrena 20 viteve imam tregull s'ka pas. Ka qenë një xhami e vjetër, ati dhe më thonë atë katon, që gjumohet, namazin e gjumos i kanë falë herë pas herë, kanë falë, po ka bo vaki që edhe najtë gjumos së shfalë ati, për shkak se s'ka pas kush me va falë, edhe ose fëmijët që 20 vet e lift s'ka mësue, e gjumot janë falë dhe më thonë, si pas muhabeteve 8 veta, 9 veta, 10 veta, a katuni ka 45 shpi, 43, 45, edhe, po alhamdulillah, sot dhe më thonë, vinë 60 veta, 70 veta fali namazin e gjumos, 20-25 fëmijët mësojnë, e kjo ishte ato një prej pikave që Allahu Gjellëshanuhu nëzit keme shku dhe më thonë me vafar, po edhe një për sebebe që në shkaton jem, i cili dhe më thonë baba, rahmet dhe më thonë Allah e më shiro dhe më thonë nuk ka për rahmet, ka jetue dhe më thonë qatë katon, migj Allahut, edhe një kod dhe më thonë se janë konë 3 kanë jetue, edhe me shku me adonat hakun e qatyre viteve që ka ata e kanë shfridzu atë katon, e në me shku me ju shërbi dhe më thonë, që ative dhe më thonë gjemat liba apo katonarve të cilët jetojnë, që pak e pak në më thonë gjallën, të njofin Allahin, të mësojnë elif, se ai cili mëson thot elif la mim, ai cili lexon Kur'an elif la mim, sot i ka
në më thonë, thotë nga mëse mi ka 30 sevape. E çdo sevape ata që e bëjnë, në më thonë, shpresojmë që dhe më thonë, me shku edhe në kantarin tonë, e ta që alhamdulillah janë 2-13 veta që mësojnë Kur'an, kanë mritë ka gjysmë e Kur'anit, këto ishin ato pika që ka, në më thonë, po më shtinë, në më thonë pak, mu morë derisa shpresojmë edhe besojmë, që derisa dalë edhe një talebe, edhe një student, i cili ka mi bodë, më thonë, izmet, ase xhamia apo asoj katunit.